kur nisën me karta të drejtësisë, të barazisë, e gjitha këto, e në anën tjetër ndodhë zhgënjimi, sepse me qenë politikan i bjen me qenë shërbyes i shoqërisë, shërbyes i popullit. Për arsye se ti, gjitha ato taksa, grumbullon dhe i menaxhon në mënyrën më të drejtë që është në vendin e vet. E posa që është i marrën për shembull me radhë. Kemi udhëheqës që kanë udhëheq krahun e luftës. Domthon ata janë ngrit mëngjes, ka dhënë betimin, edhe kanë qenë gjendje me dhënë jetën, gjën më të shmuar shpirtin për shoqëri, për popullin apo. Njëjtit kur kanë ardhur në pushtet, kanë qenë ata të cilët jo kanë hongër ymrin popull. Kanë abuzu në pushtetin. Edhe janë pasuru vetëm për vete dhe kanë harru. Ose tjerë të cilët kanë marrë kauza idealiste, se do të bëjnë ndryshime të mëdha, që gjitha ato padrejtësi që janë bërë me dekada do i rregullojnë, jo është donë mundësia dhe nuk i kanë bërë. Sigurisht se kjo pastaj i bën që të humbet shpresa. Gjëja më e keqe që është me humb shpresa. Tash ne kujtojmë Kosovë, kur është liru Kosova, pothuajse ka qenë e djegur. Njerëzit kanë heqë dorë prej në shtetësisë amerikane, australiane, angleze, vendeve nordike, skandinave, Gjermani, Zvicrës, kanë ardhur me jetu në Kosovë, ku? Në tendë, në shator. Pse ka ekzistuar shpresa që ka më po shumë mirë. Shumë mirë, edhe kjo është një ëndër rejona shekullore që ne më në fund po punojmë për veti, për fëmijët tanë, për familjet tona, për kombin tonë, për popullin tonë. E tash, mas 20-25 viteve, ku janë gjitha, e ka venin e punës, ka shtëpinë, ka banesën, ka familjen, edhe e thot, inshallah kur nuk kthehen. E këto është rreziku. Rreziku është i humbjes shpresës. Sa mirë si harrove, domethënë, 99 dimit mas luftës, kur është çliru Kosova, e kanë lënë Amerikën sen, në shator kanë nejt, se kanë u bë mirë shpresë. S'ka vetë, me familje, me gruan, me fëmijë, pa rrym, pa ujë, pa kushte elementare. 2020 këti ka këto me banesë, me ngrohje, me këtë. Punon bank, ka rrok të mirë, ka 1.000-2.000 euro, thotë. Do me ikë për Kosovës, se s'ka shpresë. S'ka shpresë. E kush janë ata të cilët e humbin shpresën, e vrajnë shpresën, janë ata politikanë të papërgjetshëm, të cilët me slogane, me moto, me politika të jashtme thonë se jem për qytetarin, jem për mirëqenien, ç'gjë. Politikanët në vendin tonë e kanë vetëm një qëllim, ose vetëm një detyrë për me bë vendin sa më të jetueshëm. Se askush nuk i vet për politikat mëdhaja globale. Nuk mundën me ndalë ata luftën Izrael-Palestinë ose Ukrainë-Rusi. Po, ti keni detyrë. Pastaj çata Armenia, Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Zoti që na ka dhënë këtë tokë, a nuk mund t'i ushqej këtë popull që jeton këtu? 1,5 milion në Kosovë jetojnë momentalisht. Kemi tokën, kemi klimën, kemi gjitha. Gjitha është keq menaxhim. Se në të kaluarën janë fajsu, fajsu Parandori Asmani, janë fajsu sërdë, janë fajsu ata, janë fajsu të na ndërkombëtar, të në miku, ndërsa problemi është të veti. Të veti. S'pe menaxhon mirë, si të otën. Absolutisht. Është ajo që nuk bashkohen. Pra nuk kanë arrit të krijojnë ekuilibrin. Frikën ndaj Zotit. 2. Shërbimin që do të t'ja bësh qytetarit, edhe me pas empati, që lidhet me psikologji, me ndje atë që është duke ndjer tjetër. A ka ma keq. Për shembull, se m'ja vjedh pensionistin pensionin. M'jap një pension, domethënë që faktikisht m'ja dash vdekje. A din që të në Prishtinë, nëse e merr një qenë, paguash 50 euro, a një fëmijë 10 deri 20 euro. Domethënë, kur në një vend i jepet përparësi më shumë kafshës se sa njeriut, aty është
problem jashtëzakonisht i madh. Çejnit 50 euro. Po.